Stresi është ndikimi i jashtëm, do nga faktorët e jashtëm. Ti ke një problem real në jetën tënde, një deadline, një shqetësim, një problem në punë, një problem financiar dhe ti ndjen stres, pra është reagim i jashtëm. Kurse ankthi është ai që vjen kështu papritur. Shpesh klientët mi thonë nuk e di pse, nuk kam asnjë problem, nuk kam asnjë problematik. Domethënë, edhe kur ky problem real ka përfunduar, ti vazhdon të kesh shqetësim. Edhe ky është ankthi, pra që vjen për së brendshmi. Ky është ndryshimi, pra që i ndajmë neve stresin nga ankthi. Ka një lloj ngatrese, e shikoj këtë edhe në jetën e përditshme, por edhe në media. Stresi është real. Ti ke një problem real, ke një shqetësim real. Të cilën po përpiqesh ta kalosh ose e kalon apo se kalon dot. Periudhën e stresit. Kurse ankthi vjen për së brendshmi, kur kjo frikë, ky shqetësim është jo real, ka mbaruar problematika, po ti vazhdon të ke këtë situatën e frikës, të tmerrit, të shqetësimeve, problemeve pastaj somatike. Se ndikimi i një periudhe të gjatë stresante mund të ndikojë në dobësimin e imunitetit, në problemet me zemrën, në problemet me takikardit që janë shumë të shpeshta viteve të fundit. Kështu që kemi një shtim të problemeve somatike, fizike, domethënë, të popullatës. Dhe nga ndikimi edhe i mediave dhe i presionit që jemi vazhdueshëm me probleme në media. Domethënë ta trumbentohen vetëm probleme të vazhdueshme. Kjo duket si gjë shumë e vogël, por në ndikimin e veshit në përditshmëri krijon pasiguri, krijon ankth, krijon shqetësim. Jetojmë në një botë të vështirë, sigurisht, jetojmë në një botë ku duhet të luftojmë të jemi shumë të suksesshëm, sepse kjo gara që po ndodh në rrjetet sociale, që duket gjë e vogël, po që ndikon jashtëzakonisht në popullat, sidomos të rinjt, që ende nuk e kanë gjetur veten dhe ende nuk e dinë se çfarë është e mira për ta, krijon vërtet shumë stres. Dhe stresi i vazhdueshëm, pa një kohë qetësie, krijon ankth. Ndaj është përhapur kaq shumë Lili viteve të fundit. Dhe këto si mund ta ndajmë simptomat e para? Për ta kapur ndoshta në ato fazat e para, për ta trajtuar, për të mos rënë në kurthin e stresit dhe të ankthit më pas, që sjell ajo që na mbetet ndoshta. Fillimisht kemi një qasje fizike të gjës, domethënë kemi probleme me frymarrje, nuk mbushem me frym, probleme me dhimbjen e kokës, me pagjumësinë ose me gjumin e tepërt. Me ndryshimet në oreks mund të hanë më shumë ose më pak. Me problemet me të afërmit, dëshirojnë të qëndrojnë me të afërmit shumë, ose nuk dëshirojnë të qëndrojnë as pak dhe më shkëputen nga familjarët. Të gjitha këto ndryshime që duken të vogla, në fakt janë një paralajmërim që diçka nuk po shkon me ne. Domethënë dhe në sjellje dhe fizikisht, përgjithsisht klientët ankohen më së shumti për marrjen e frymës, më nuk mbushen dot me frym. Ky është problemi i madh, ose kanë probleme me takikardinë, rrahje